Në vitin 1967, Shqipëria u shpall zyrtarisht shteti I parë ateist në botë. Me një vendim politik, feja u ndalua, institucionet fetare u mbyllën dhe mijëra objekte kulti u shkatëruan ose u përdorën për qëllime të tjera. Haberin që morën të parin sa po kemi dalë nga xhamia, ka qenë dita xumat të dite, unë kam qenë në moshën 19 vjeç. Ka qenë një ditë e trishtume. Njerëzit e kanë prit me fjalë me lot në sy sa po e kanë marrë vesh. Thanë, çfarë është kjo kështu ne? Dhe nuk e di, me fjalë nuk e shifshin as rrugën nga shkojshin njerëzit, po them aty ku isha unë atë ditë në xhami, nuk e shifshin rrugën nga shkojshin njerëzit sepse kaq shumë u tmerruan. Pra ka qenë, po them, një ditë e vështirë, një ditë e zezë. Besimi u përjashtua nga jeta publike dhe u detyrua të mbijetonte në heshtje, por ai nuk u shua. U ruajt si një amanet I fshehet në zemrat e njerëzve, duke pritur ditën e rikthimit. Sado që regjimi u mundua që të shkulte dhe të hiqte besimin në pamje dhe në duke, por u pa e qartë që besimi në zemrat e njerëzve triumfoi. Në fillim të viteve 90, ndërsa Shqipëria po hynte në një epokë të re, besimi nisi të rikthehej. Rihapja e xhamisë së Plumbit në Shkodër shënoi hapin e parë të ringjalljes së jetës fetare islame. Ishte një moment historik që hapi rrugën për rikthimin e lirisë së besimit në mbar vendin. Rihapja e xhamisë së Plumbit ishte më shumë se një ceremoni fetare. Ishte një akt I lirisë, një thirrje e shpirtit që kërkonte Zotin pas disa dekadash heshtje. Dhjetra xhami në Tiranë dhe qindra në mbar Shqipërinë ishin shkatëruar, por xhamia e Thembeut kishte mbijetuar, një monument I heshtur, por I palëkundur, një simbol I qëndresës dhe I identitetit shpirtëror. Më 18 janar 1991, pas afro 3 dekadash ndalimit të besimit, u rihap xhamia e Thembeut, një ceremoni modeste në formë, por madhështore në përmbajtje. U dha haberi që shumë darkë, si nesër do hapet xhamia e Thembeut, dhe po them e kemi prit me gëzim shumë të madh. Kemi ardhur herë që shumë mëngjes, që në orën 9, edhe pse e xhumaja ishte në orën 12, që në orën 9 imi grumbullu para xhamisë. Ka qenë popull I madh. Xhamia u mosh plot, si mrena dhe jashtë sheshi, biles edhe ke shkallët e pallatit të kulturës, kishte njerëz, kishte plot dhe njerëz që, po them, nuk u falshin, por e ndjeshin sikur një ngjarje të jashtëzakonshme. Kjo rihapje u bë fal një grupi nismëtarësh musliman, të cilët guxuan të hapnin dyert e besimit në zemër të kryeqytetit. Patjetër ishte shumë e rëndësishme vendimmarrja dhe guximi I gjithë besimtarëve dhe I Komunitetit Musliman të Shqipërisë për rihapjen të xhamisë e Thembeut në një kohë shumë të vështirë që akoma ishte edhe regjimi I vjetër në fuqi. Kjo patjetër që ka një rëndësi të veçantë dhe u shpalos atë ditë në rihapjen e xhamisë e Thembeut. Ceremonia nisi me thirrjen e ezanit të parë pas dekadash heshtjeje. Njerëzit dëgjonin me lot në sy, qanin, çmalleshin me xhamin, me besimin, me lirinë për të adhuruar Zotin. Rihapja e xhamisë së Thembeut, si thosh, përfaqësoi një ringjallërimin e fesë islame, jo vetëm për Tiranën, po për gjithë Shqipërinë e për gjithë treva shqiptare. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sot, 35 vjet më pas, xhamia e Thembeut qëndron si dëshmi se besimi mund të ndalohet, por nuk mund të zhduket, se ajo që ruhet në shpirt rikthehet gjithmonë, dhe se besimi në Zot është më I fortë se çdo regjim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
18 janari 1991 nuk është vetëm një datë, është dita kur besimi u rikthye, kur shpresa u ringjall dhe kur xhamia e Thembeut u bë sërish zemra shpirtërore e Tiranës. Xhamia e Thembeut është një nga vlerat më të larta të trashëgimisë që neve gëzojmë në ditët e sotme. Xhamia e Thembeut nuk është vetëm një vend falje. Xhamia e Thembeut është një vend ku besimtarët vinë dhe gjejnë qetësinë e tyre shpirtërore, ku shohin të shkuarën e tyre, e trashëgojnë atë dhe përpiqen që të kuptojnë edhe vendin e tyre në shoqërinë sot me identitetin që kanë trashëguar nga e shkuara e besimit këtu në Shqipëri. Gjithashtu xhamia e Thembeut është një vend vizite ku vinë jashtëzakonisht shumë turistë, gjithashtu edhe besimtarë nga qytetet e tjera të Shqipërisë, por edhe nga trojet për të parë dëshminë e gjallë ende në këmbë të asaj çka ishte e shkuara e besimtarëve musliman shqiptar dhe çfarë është ajo sot. 35 vjetori e rihapjes së xhamisë e Thembeut për komunitetin musliman të Shqipërisë është një moment historik, asa edhe simbolik. Në të njëjtën kohë u hapën dyert e besimit që njerëzit të praktikojnë fenë e tyre në këtë kohë. 35 vjetori i rihapjes së xhamisë e Thembeut është më shumë se një përvjetor, është një dëshmi e qëndrueshmërisë, e lirisë së besimit dhe një historie që vazhdon.